Partitë politike dhe liderët e tyre, si dhe gjykatësit, janë më të korruptuar në Maqedoni, konsiderojnë qytetarët në një anketë realizuar nga profesorët e Fakultetit të Sigurisë. Qytetarët një vlerësim negativ e dhanë për institucionet të lidhur me përgatitjen e tyre për luftën kundër korrupsionit, që as pak nuk dallon nga besimi që qytetarët e treguan ndaj partive dhe liderët e tyre. Një pjesë e institucioneve shtetërore refuzuan të bashkëpunojnë në këtë kërkim. Në vitin e kaluar nuk hasëm në bashkëpunim me gjykatën themelore Shkupi 2, si dhe me prokurorin publike, por kishim një bashkëpunim të mirë me doganën dhe MPB-n. Të anketuarit vunë duke se në luftën kundër korrupsionit një kontribut të rëndësishëm mund të japin edhe mediumet, e sidomos me zbulimin dhe vërtetimin e korrupsionit në kuadër të përmbajtjeve të rregullta informative, por gjithashtu është të theksuar edhe nevoja e pavarësisë politike në media. Pjesa më të madhe të informatave qytetarët i marrin nga mediumet dhe shtrohet pyetja për objektivitetin e mediumeve. Nëse strukturat e saktuara ndikojnë ndaj mediumeve, atëherë automatikisht do të thotë edhe krijimi i opinionit publik për çdo problematik në shtet. Qytetarët thonë se më së shumti janë të ekspozuar korrupsionit kur kërkojnë punë ose avancim në vendin e punës, si dhe kur dëshirojnë të shmangen dënimeve për kundërvajtjet e bëra. Burrat më tepër japin mito se sa gratë, por po ashtu më tepër japin mito personat me arsim të mesëm, për dallim nga ata me arsim të lartë.